Isak Adem Hoti, lindi më 9/8 i 1974 ra, në Betej më 3/12 i 1999. Luftari i lirisë, Isak Hoti, sot dëshmor i kombit, ishte njëri prej nxënësve të shuar në shkollën fillore. Gjithashtu, më vonë edhe student i dalluar, i radhitur me kohë në radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që në maj të vitit 1998, pas të gjitha ushtrimeve të përfunduara për përgatitjen fizike të një luftari të lirisë. I lindur dhe i rritur në një familje shumë të madhe, në të cilën pjesën më të madhe të kohës e kalonte profesor Ukshin Hoti, shok i ngushtë i Dautit, të zotit të një shtëpie të madhe të Hotëve të Krushës së Madhe. Isaku si plot dje me vasha të Krushës së Madhe. Shumë herët pati rastin që ta dëgjoj dhe të përthith nektarin patriotik, me të cilin frymonte e tërë rinja e Krushës së Madhe veçanërisht, pas rënies së dëshmorëve të janarit të vitit 1990, në mesin e të cilëve ishte edhe kushëriri i pare i Isakut. Halim Hoti përjetësuar më 27 janar të vitit 1990 në lakun e dëshmorëve të Grykës së Brestosit, të Anadrinit, ndërmjet fshatit Brestovc dhe Rahovecit, ku përveç profesorit Ukshin, ende të pagjetur, gjendej edhe profesor Muhamet Malsori, sot dëshmor i kombit. Medaljen publike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në fshatrat e Anadrinit, në fshatin Drenovc të Zatriqit më 26 prill të vitit 1998, Isak Hoti, së bashku me shumë studentë të tjerë nga ky fshat, është kraj komandant Xhelal Hajdestonit dhe Selajdin Mullabazit Micit, sot gjithashtu heronit të Kosovës. Kështu, plejada e studentëve të Krushës së Madhe ku bënin pjesë, Isak Hoti, Hida Hoti, Ismet Hoti, Sedat Hoti, Sinan Hoti, Bekim Gashi, Dalip Behra, Ismail Gashi, Enver Duraku, Fitim Duraku dhe shumë studentë të tjerë, sot të gjithë dëshmor. Isaku radhitet në vijat e para të frontit të zjarrt Buz, Drinit të bardhë të njohur si fronti Anadrinit, e që pas reorganizimit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në fshatin Reti të Anadrinit, formohet brigada 124. Gani Pacharizi, e zonës operative të Pashtrikut. Dëshmori Isak Hoti, i gja Ademit dhe i nënës Nurisha, e lindur Spahiu, është i lindur më 9 gusht të vitit 1974 në Krushë të Madhe të Rahovecit. Mësimet e para i mori në shkollën fillore Bajram Curi, të këtij fshati, e cila gjendet pothuajse në oborin e profesor Ukshin Hotit, ndërsa shkollën e mesme e filloi në vendlindje dhe përfundoi në gjimnazin që sot mban emrin Xhelal Hajdatoni në Rahovec. Pas përfundimit të gjimnazit, Isaku regjistrohet në shkollën e lartë teknike të Ferizajt. Si student, reflektonte gatishmëri për pjesëmarrje në të gjitha lëvizjet dhe organizimet kundër okupatorit serbo-çetnik. Si student, pjesëmarrës në organizimet e rezistencës, shumë shpejt i ra në sy policisë, prandaj, jo vetëm Isaku me shokët e grupit të studentëve të shkollës së lartë teknike të Ferizajt, por edhe të gjithë anëtarët e kësaj familje të madhe, përndiqeshin dhe vetëm falë suqeltësisë së madhe të zotit të shtëpisë dhe të shumë intelektualëve të kësaj familjeje, arrin të shpëtoi rënjeve në kurthat e përgatitura në Krushë të Madhe të cilat i bënte policia serbo-çetnike e stacionit të Rahovecit. Operacionet e para të organizimit të rezistencës armatosur, Isaku në gjetën në bankat e universitetit. Por pasi që çlirimi i Kosovës i doli më i rëndësishëm se sa studimi, atëherë vendosi që indeksin studentor ta këmbej me pushkën e lirisë dhe kështu merrte rrugë për ta thyer Pashtrikun vetëm e vetëm që të armatosej vetë, por edhe të sjell diçka prej armatimit edhe për shokë. Që në mars të vitit 1998, me të dëgjuar për krismat e rezistencës e jasharajve të Prekazit dhe të betejës së Glogjanit, Isak Ademi me tërë grupin e Krushës së Madhe kërkonte udhështeg për të shkuar në Glogjan, pasi që atyre ditëve flitej se në Glogjan kishte arritur Xhelal Hajdatoni nga Rahoveci. Bëri shumë përpjekje duke ndjekur Muhamet Malsorin si më të moshuar, vetëm e vetëm që grupi të lidhej me Xhelal Hajden, por nuk arriti të takohet e t'i bashkohet Tonit, prandaj edhe i bashkohet grupit të Mensur Zyberajt, sot heroi i Kosovës. Pas kontaktit të parë të prof. Muhamet Malsorit me Mensur Zyberajn, grupi i Krushës së Madhe zë të marrë frymë në mënyrë më të mobilizuar, pasi që në krye qëndronte Këshilli për organizimin e rezistencës armatosur në krye të cilit qëndronin Muhamet Malsori, Ismet Gashi dhe Ragip Hoti, i vëllai i profesor Ukshin Hotit. Me arritjen e Xhelal Hajdës në Drenoc të Zatriqit, fillojnë edhe vizitat e para në fshatin Krushë e Madhe, pasi që ishte një pash i durakëve të këtij fshati. Kështu edhe ushtria çlirimtare e Kosovës zë të shtrihej prej Drenoci, ka drinasi në drejtim të Gardishtit, për ta prerë aksion e magjistrales Prizren-Gjakov te ura e fshajt, dhe të lidhet me korridori logjistik të Hasit, përkatësisht me fshatin Rogov. Me urdhërin e komandant Tonit, për nevojat e logjistikës, grupi i Muhamet Malsorit i njohur si Stuhia i prir nga Xhavit Elshani Leopardi, në të cilin gjendej edhe Isak Hoti, merr rrugë për në Shqipëri në mënyrë që atje të takohej me Fehmi Hotin, pasi që Fehmiu ishte njëri prej veprimtarëve të shuar të Krushës së Madhe e nga Tirana koridononte me ndihma materiale,
dhe organizative me luftëtarët që arrin në Shqipëri për të hyrë në Kosovë. Por, lajmi për rënien e Xhelal Hajdës, Selaidi Mullabazit, Hamdi Hajrizit, Bektesh Halitit dhe Nazir Ymerit të Kryqi Apterushës, më 6 nëntor të vitit 1998, i tronditi të gjithë luftëtarët e lirisë, prandaj edhe studentët e Krushës së Madhe me në krye profesorin e tyre Muhamet Malsori. Grupi tenton që me çdo kusht të kthehet në Kosovë dhe të ribashkohet luftëtarëve të Anadrinit. Ata bën përpjekje titanike e sizifiane për t'u kthyer, por mundësitë ishin të kufizuara pasi që Pashtriku ishte bërë gardh. E ky ishte dhjetori i Krushës së Madhe, dhjetori i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, dhjetori i Pashtrikut të egër, kur çdo shkrep e çdo shkure kishte mbuluar bora e bardhë për të zezën në lugun e zi të Pashtrikut. Atë ditë, për t'u kthyer në Anadrinin e përgjakur ishin nisur profesor Muhamet Malsori me Hysni Durakun që e kishte braktisur luksin e perëndimit, si shumë argjimtar të tjerë, me Skënder Hamelin, Isak Hotin, Sedat Hotin, Hida Hotin, Ismet Hotin, e Sinan Hotin, e që përveç Hasanit Skënder Hameli, të gjithë ishin nga Krusha e Madhe, madje 5 studentë të një vatre familjar. Të gjithë ishin nisur me këngë në gojë, armët në krahë e indeksa në xhepa, me shpresë se në Kosovën e lirë do t'i përfundojnë studimet e nisura. Dhe pikërisht në lugun e zi të Pashtrikut, afër Trumçeve, Lkenit dhe hurdhave të Bajram Malokut, fillojnë pritat për djelmoshat e Krushës së Madhe, dhe të gjithë njerëzit ja morën asaj këngë. Për ata, të sprasme, por edhe të hareshme për Kosovën e ndëruar matan Kosove. E në Krushën e Madhe u hapën plagët e nënës Nurisha, të babës Adem Hoti, të vëllezërve e motrave, Fadilit, Sabitit, Xhemalis dhe Subis. Sot trupi i dëshmorit Isak Adem Hoti pushon në kompleksin e dëshmorëve. Agim Hoti, Agim Nalli, Bekim Gashi, Dalip Behra, Enver Duraku, Fahredin Hoti, Halim Hoti, Hysni Duraku, Fitim Duraku, Ismail Gashi, Ismet Hoti, Muhamet Malsori, Naser Ramadani, Niazi Gashi, Ragip Hoti, Sami Nalli, Sedat Hoti, Sinan Hoti, Shukri Hoti. Xhemali Hoti e martirëve të këtij fshati të shënuar në faqet më të ndritshme të historisë së luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, dhe na mëshim të gjithë presin ditët më të mira për Kosovën dhe për të gjitha trojet etnike. E kalimtarit ende i tingëllojnë vargjet shpresëdhënëse të rapsodit Blerim Shala. Po ku je, more Ukshin Hoti? Pa ty nuk vjen liria.